Do zoti mëson shqip dhe histori, Laerti thumbon gjestin. Debatet në spektaklin post Big Brother VIP Albania kanë qenë të nxehta, veçanërisht përplasja mes fituesit të këtij edicioni, Gjestit, dhe aktorit Laert Vasili, pas disa komenteve të këtij të fundit në një intervistë të mëparshme. Gjesti ju drejtua Laertit me ton të prerë. Kot nuk e kam fituar. Si jemi në fakultet, jemi në Big Brother. Nuk më ka ardhur asgjë falas, kam sakrifikuar shumë. E kam merituar fitoren, o vëlla. Laerti, nga ana tjetër, reagoi me ironi. E kuptoni fituesin absolut? Gjithçka që bërë, thuaj një faleminderit. Kur Gjesti u afrua t'i ofronte një pije, Laerti nuk kurseu komente thumbuese. Boll me Karagjollkun, që natën e parë si le gjumë banorëve. Gjesti ju përgjigj. Pse ankohesh o burr, ndërsa Laerti shtoi me sarkazëm. Isha në Prishtinë. Edhe nëse se kupton, s'ka problem, rëndësi ka që fitove. Situata u tensionua edhe mëtej kur Gjesti kërkoi nga aktori ta pranonte që e kishte merituar fitoren. Thuaje që e meritova. Leja ankesat, i tha ai, ndërsa Laerti u përgjigj. Unë nuk po ankohem. Konfrontimi mori një ton më personal kur Laerti tha. Ta gëzosh fitoren. Do zoti mëson dhe shqip. Dhe mëson që kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut është Shkupi. Ai shtoi gjithashtu. Banorët të kanë falur shumë. Të kanë toleruar sepse të kanë parë si një djalë të vogël. Fitues më të pakënaqur se ty s'kam parë. Në koncertin e dieshëm, as me plaj back si ishte intonimi në rregull. Ky debat ka nxitur shumë reagime në rrjetet sociale, ku publiku është ndarë mes atyre që mbështesin Gjestin si një fitues të denjë dhe atyre që përkrahin kritikat e Laertit.